Ekipi futbolli Bureli vijon të ketë rezultate negative në javën e fundit të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Pas humbjes minimale ndaj Skënderbeut të Korçës, Matianët kanë pësuar disfate dhe të dielën në transfer nga luftëtari Gjirokastrës. Ndeshja është zhvillua në stadiumin Gjirokastra ka përfunduar me fitoren e vendasve me rezultatin 2-0. Ka qenë Zane ai i cili ka dhënë 3 pikët e plota skuadrës së tij, teksa shënoi nga 1 gol për secilën pjesë. Goli i parë erdhi në minutën e 37, ndërsa goli i dytë në minutën e 87. Djemtë e drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj në këtë ndeshje nuk mundën as të shënojnë golin e nderit, duke pësuar një tjetër humbje të radhës. Kjo ka bërë që skuadra Burelit të mbetet në vendin e 8 me 33 pikë, 1 pikë larg Korabit të vendit të 7 dhe 3 pikë larg Besës vendit të 6. Kjo humbje e mban Burelin në zonën neutrale duke e nxjerrë nga zona play-off. Ndeshjet e tjera të luajtura të dielën përfunduan Skënderbeu Kastrioti 4-0, Laçi Pogradeci 2-0, Apolonia Besa 1-2, Lushnja Ileria 0-3 dhe Kukësi Korabi 1-1.